Ndërsa në anën tjetër, përsa i përket asaj se çka nuk më pëlqen, ne fillojmë shumë punë, më duket që i bëjmë shumë të mira, por pastaj nuk i mirë mbajmë. Kjo është ajo që do kritikoj në Kosovë, më shumë dhe që shoh shumë jo anash rrugëve, jo paqet e ndryshme që janë ndërtu, jo këndet lojrave që janë bërë, ose rrugë, ose ndërtesa, dhe janë bërë shumë e bukur, është ndërtuar, dhe pastaj mirëmbajtja e saj ka shkuar askund, dhe tani e bën atë vend të duket si u ka qenë aty me ku me di sa vite, por nuk është e vërtetë. Kështu që tek mirëmbajtja kishte qenë pjesa ku kisha kritikuar pak më shumë. Po, e vërtet, tani që po e mendoj këtë që po e thua, është që çdo gjë e nisi me shumë vullnet dhe shumë dëshirë dhe pastaj sikur ngecemi, sepse gjërat e bukura për të mbajtur duhet punuar vazhdimisht për to. Isha në Prishtinë dje dhe ishte do kafe, restorana ma gjeps, mahnitës, që si gjendur të jashtë. Por pastaj ishi rrugët ose disa vende ku rrugët janë shtruar me koska dhe janë shpenzuar gjitha ato kohë, gjitha e mund, gjitha aspekt financiar, dhe sa tani për shkak që nuk është mirë mbajtur, ai duket sikur është ku më di sa vjetër. Kështu që ajo është ajo që kam mbi sy shumë edhe nganjëherë vjen gjëna. Çka mendon për rinin në Kosovë? Sa janë ata të dhënë pas shkollimit, punës? Po flasim për rinin gjenerata Z. Kam rastin takoj shumë, ata që janë lindur para luftës, ata pas luftës. Ajo që kam bën mund të ndihem shumë mirë se gjithë krenohen që janë shqiptar, flasin shqip me tradita, kulturë, zakonet e tyre dhe nuk më duket që mundohen të jenë diçka që nuk janë. Kështu që ajo më bën të ndihem shumë mirë. A kanë një punë të vështirë para tyre dhe një kohë shumë të paqartë, është shumë interesant kjo, për arsye se duke pasur respektin e realitetit me rrjetet sociale, me televizione dhe atë se çfarë dëshirojmë ne ose çfarë mendojmë secili nga ata se ku ajo ose ajo duhet të jetë ose çfarë duhet të jetë e ardhmja atyre, është shumë vështirë, por secili prej tyre duhet marrë mundin, kohën edhe të shohë se ku e gjen veten e tij ose saj më së miri. Po ajo që e bën sot më lehtë është aftësia dhe shpejtësia e informatës dhe informimit, domosht secili prej tyre mund të informohet shumë shpejt. Por unë gjithmonë i bëj kujdes, domosht që në anglisht thuhet grass is not greener on the other side. Domosht bari nuk është i gjelbërt në anën tjetër, vetëm se nuk e ke pa dhe mendon që do jetë më i gjelbërt. Grass is greener where you make it. Bari është i gjelbërt aty ku ti e bën. Kështu që gjithmonë kisha thënë domosht që të shpenzojnë kohën, mundin, pasionin e tyre në diçka që me vërtet ata e gjejnë veten e tyre, për arsye se vetëm se dëshiroj ta shoh diçka tjetër nuk do të thotë që do jetë më mirë andej. Por do të jetë më mirë aty ku ti ke dhënë kohën, mundin, sakrificën dhe ti i jep atë që më të mirën që ti ke. Qoftë në aspektin artistik, qoftë në aspektin kulturor, muzikë apo kudo që ti ose personin fjalë gjen veten e tij. Ajo që bën, unë thash, e bën shumë lehtë, tash i shef edhe të rinjtë e sot flasin gjuhë të dyta, qoftë anglisht, qoftë gjermanisht, qoftë italisht, domthonjë që e bën shumë lehtë. Rinin tonë ose aspektin e punës edhe për kompanitë jashtë që jetojnë jashtë Amerikës që të vinë Kosovë bëjnë investime, jashtë Kosovës që jetojnë që të vinë këtu, bëjnë investime bën shumë lehtë, për arsye se rinia jonë është shumë e aftë. Përveç aspektit talenti që e kanë, si popull jemi shumë tri. Mikpritës, po kemi edhe gjëra të re, punë, janë shumë të aftë, janë talent, flasin gjuhë dyta, treta, edhe domosht e bën shumë të lehtë investimin, mundësitë e tyre, por unë kthehem gjithmonë tek ajo domosht që ata duhet fokusohen dhe të mos ndoshta të mundohen të mos humbin kohën në gjëra që nuk do të jenë